Kur studiuesit e shqyrtuan për herë të parë pajisjen e lashtë greke, u ngrit menjëherë një pyetje: çfarë ishte saktësisht? Sot ajo njihet si mekanizmi i antikithirës. Studimet të mëvonshme treguan se kjo pajisje ishte një kompjuter analog, i ndërtuar për të parashikuar fenomene astronomike. Për më shumë se një shekull, mekanizmi i antikithirës mbeti një mister. Vetëm rreth gjysma e pajisjes kishte mbijetuar, ndërsa pjesa tjetër ishte humbur në det. Ingranazhet e pasme sugjeronin cikle hënore, diellore dhe eklipse, por funksioni i plotë i mekanizmit mbetej i paqartë për shkak të mungesës së pjesës së përparme. Zbulimi i mekanizmit ndodhi në pranverën e vitit 1900 në detin Egje. Stuhit detyruan një grup zhytësish nga ishulli Symi të ankoroshin pranë ishullit shkëmbor të antikithirës, mes Kretës dhe Peloponezit. Në drejtimin e kapitenit Dimitros Kondos, ata vendosën të shfrytëzonin kohën duke u zhytur. Zhytësi Elias Stadiatis zbriti në fundin e detit, i veshur me pajisjet e rënda të kohës. Në një thellësi rreth 46 metra, ai pa forma të çrregullta që i ngjanin trupave njerëzor. I tronditur dha sinjal për t'u nxjerrë menjëherë në sipërfaqe. Ajo që kishte parë nuk ishin kufoma, por statuja. Figura bronzi dhe mermeri ishin të shpërndara mbi mbetjet e një anije të lashtë. Kur Kondos u zhyt vet, ai u kthye me një krap bronzi të korroduar, duke konfirmuar rëndësinë e zbulimit. Ky moment shënoi fillimin e gërmimit të parë arkeologjik në New York të organizuar në Greqi. Gjatë vitit pasues, me ndihmën e marinës greke, u nxorën statuja, ençelçi, monedha dhe fragmente të shumta. Në vitin 1901, artefaktet u dërguan në Muzeun Kombëtar Arkeologjik në Athinë. Mes tyre ndodhej edhe një masë e parëndësishme bronzi dhe druri të kalbur, e cila fillimisht u injorua. Më 17 maj 1902, studiuesi Valerio Stais vuri re një ingranazh bronzi me dhëmb që dilte nga kjo masë. Ky zbulim hapi një nga problemet më të mëdha të arkeologjisë teknologjike. Anija e mbytur datonte në çerekun e dytë të shekullit të parë para erës sonë, por pajisja ishte edhe më e vjetër. Sot, mekanizmi i antikithirës daton disa dekada më herët, duke bërë atë mbi 2000 vjeçar. Nga mekanizmi origjinal kanë mbijetuar vetëm 82 fragmente, rreth 1/3 e pajisjes. Megjithatë, këto fragmente përmbajnë 30 ingranazhe bronzi të ndërthura. Ingranazhi më i madh ka një diametër mbi 13 cm dhe qindra dhëmb të prerë me saktësi. Të gjitha fragmentet ruhen në Muzeun Kombëtar Arkeologjik në Athinë. Këto fragmente përbëjnë kufirin e vetëm të interpretimit. Çdo hipotezë duhet të mbështetet në prova fizike, pllaka bronzi, ingranazhe, boshtet dhe mbishkrimet. Fragmenti A përmban pjesën më të madhe të mekanizmit të ruajtur, ndërsa fragmentet të tjera ruajnë shkallë rrethore dhe tekst të zbehtë të gdhendur. Studimet me rreze X të viteve 1970 treguan kompleksitetin e brendshëm të pajisjes, por përparimi vendimtar ndodhi në vitin 2005. Një ekip britaniko-grek përdori një skaner tomografie të kompjuterizuar 12 tonësh, të quajtur Blade Runner, për të krijuar imazhe tridimensionale të brendësisë së fragmenteve. Një sistem i dytë, imazheria me reflektancë, e zhvilluar nga Hewlett Packard, zbuloi mira shkronja greke të padukshme më parë. Për herë të parë që nga lashtësia, mbishkrimet e mekanizmit u bën të lexueshme. Skanimet kishin kufizime teknike, disa prerje dështuan dhe fragmente të vogla mund të jenë zhvendosur, duke shkaktuar turbullim në zona kritike. Në vitin 2018, një ekip nga University College London ripërpunoi të dhënat, duke korrigjuar shtrembërimet dhe rindërtuar prerjet e humbura. Kjo rriti ndjeshëm saktësinë e leximit, gjë thelbësore për interpretimin astronomik. Pjesa më e ruajtur e mekanizmit është ana e pasme.
Disku i sipërm përfaqëson ciklin metonik prej 235 muaj shënor. Pranë tij ndodhet cikli kalipik 76 vjeçar. Poshtë është cikli Saros për parashikimin e eklipseve. Me një disk të brendshëm për ciklin Exeligmos që korrigjon gabimet kohore. Një disk shtesë shënon ciklin 4 vjeçar të lojrave pan-helenike. Këto funksione janë të gdhendura drejt për drejt në bronz. Qelizat e eklipseve përmbajnë simbole që tregojnë llojin e eklipsit, kohën, dukshmërinë dhe karakteristikat e tij. Mekanizmi lejonte përdoruesin të shihte paraprakisht ngjarje astronomike me saktësi të jashtëzakonshme për kohën. Mbishkrimet zbulojnë edhe origjinën kulturore të pajisjes. Emrat e muajve i përkasin kalendarit Epirot, jo atij Athinas, duke treguar një lidhje me Greqinë perëndimore dhe ndoshta me koloninë e Ambrakis. Pjesa e sipërme e mekanizmit është kryesisht e humbur, por fragmentet e kapakëve përmbajnë tekste teknike. Studimi i vitit 2016 tregoi se këto mbishkrime përshkruajnë marrëdhënie të sakta planetare për Mërkurin, Venusin, Marsin, Jupiterin dhe Saturnin, duke përcaktuar raportet matematikore që ingranazhet duhej të realizonin. Këto raporte janë kufizime strikte. Çdo rindërtim duhet t'i plotësojë ato njëkohësisht me kufizimet mekanike dhe hapësinore të kornizës së ruajtur. Prandaj, rindërtimi i mekanizmit u zhvillua si një problem inxhinierik, jo si spekulim. Inteligjenca artificiale luajti një rol kyç. Modeli Itaka, i zhvilluar nga DeepMind, ndihmoi në rindërtimin e mbishkrimeve të dëmtuara, duke rritur ndjeshëm saktësinë e leximit kur u kombinua me ekspertizën njerëzore. Michael T. Wright ishte i pari që demonstroi se mekanizmi i përparë mund të funksiononte fizikisht. Në fillim të viteve 2000, ai ndërtoi modele mekanike që përdornin ingranazhe epikiklike dhe sisteme pin and slot për të riprodhuar lëvizjet e parregullta planetare. Në vitin 2021, një ekip nga University College London paraqiti një arkitekturë të plotë të pjesës së përparme. Dizajni i përshtatej brenda kornizës origjinale. Përmbushte raportet matematikore të mbishkrimeve dhe lejonte funksionimin mekanik pa ndërhyrje. Në qendër ndodhet një kupol që përfaqëson tokën, ndërsa sistemet planetare drejtojnë lëvizjet e tyre përmes një dalje qendrore koaksiale. Fytyra e mekanizmit është organizuar në unaza koncentrike, në përputhje me udhëzimet e mbijetuara të përdoruesit. Një përmirësim kyç në dizajn ishte zhvendosja e ingranazheve lëvizëse për diellin e vërtet dhe planetët e jashtëm, Marsin, Jupiterin dhe Saturnin, në pjesën e përparme të mekanizmit. Rindërtimet të mëparshme i vendosnin këto ingranazhe pas pllakës kryesore dhe kërkonin mbajtëse të ndërlikuara. Zhvendosja përpara liroi hapësirë dhe krijoi rrugë të drejtpërdrejta drejt daljes qendrore. Në qendër të sistemit ndodhet një ingranazh i fiksuar, identifikuar si ingranazhi 56, rreth të cilit rrotullohen grupe kompakte, ingranazhesh epikiklike. Zgjidhja u arrit vetëm pas shumë provash vendosje, kur një konfigurim i vetëm lejoi që të gjithë përbërësit të përshtateshin brenda hapësirës së disponueshme pa ndërhyrje. Dizajni mbështetet te ndarja e ingranazheve me sistemeve, sepse hapësira e brendshme është ekstremisht e kufizuar. Dielli i vërtet ndan ingranazhin 52 me Saturnin dhe përdor ingranazhin 56 si pikë fikse, që shërben njëkohësisht edhe për planetët e tjerë të jashtëm. Marsi dhe Jupiteri ndajnë një ingranazh tjetër, të etiketuar 64. Ky kursim është mekanikisht i domosdoshëm. Çdo bosh shtesë rrit trashësinë dhe çdo ingranazh shtesë rrit rrezikun e përplasjes. Rindërtimi duhet të respektonte gjithashtu skeletin fizik të ruajtur në një nga fragmentet më të mëdha, ku shihen rrota kryesore lëvizëse me 4 rreze dhe një unaz shtyllash mbajtëse. Këto shtylla dikur mbanin 2 nivele pllakash, një shrit drejt këndor mbi shtylla të shkurtra dhe një pllakë rrethore mbi shtylla më të gjata. Dizajni i vitit 2021
e trajton këtë strukturë si një sistem me shtresa të ngjeshura. Midis rrotës së madhe lëvizëse dhe shritit drejt këndor, vendosen nën shtresa ingranazhesh në një hapësirë rreth 15 mm. Në këtë zonë përfshihen lëvizja e diellit, sistemi i nyjeve hënore dhe baza e mekanizmave të planeteve të brendshëm. Midis shritit dhe pllakës rrethore sipërtij, ingranazhet për diellin dhe planetet të jashtëm gjeshën një hapësirë pak më shumë se 10 mm. Shriti është i pirët më 11 gradë në raport me rrezet, kënd që krijon tolerancën minimale të nevojshme që Mërkuri dhe Venusi të kalojnë komponentët epikiklike pa u penguar. Këto kufi e vendosin mekanizmin në nivelin e mjeshtrisë së saktë. Hapësirat e lira matën në fraksione milimetri dhe çdo vendim dizajni ka pasoja të drejtpërdrejta në funksionim. Një detaj i vogël por vendimtar është një blok i montuar mbi rrezën D, i shpuar nga një vrim. Për dekada, ky element ishte i pashpjeguar. Në modelin e vitit 2021 ai shërben si kanal kalimi për sinjalin e diellit drejt sistemit të fazës së hënës. Faza hënore kërkon input si nga dielli ashtu edhe nga hëna, dhe bloku i shpuar lejon rrugën më të shkurtër dhe më të pastër për ta dërguar këtë lëvizje përmes bërthamës së ngjeshur të ingranazheve. Mbështetje të forta vijnë edhe nga fragmentet që ruajnë element specifik të mekanizmave planetar. Fragmenti D përmban një disk të gozhduar mbi një ingranazh dhe një bosh që ndryshon nga katror në të rrumbullakët kur kalon nëpër një pllak. Ingranazhi ka 63 dhëmb dhe numërimi është i besueshëm, sepse vetëm 3 dhëmb mungojnë. Në ndërtimin e UCL, ky disk mbart kunjin e zhvendosur të sistemit pin and slot, i nevojshëm për të prodhuar lëvizjen e parregullt të Venusit. Pllaka vepron si sipërfaqe mbajtëse në lartësinë e saktë, duke bërë interpretimin mekanik koherent me provën fizike. Një funksion i ngjashëm zgjidhet te rrezja B, ku gjendet një mbajtëse e theksuar që nuk përputhej me rindërtimet e mëparshme. Në dizajnin e vitit 2021, ajo mbështet një sistem epikiklik me 4 ingranazhe për nyjet hënore, pikat ku orbita e hënës e pret rrugën e diellit. Vendosja dhe për masat përputhen me hapësirën reale dhe me kërkesat e dhëmbëzimit, duke bërë këtë mbajtëse pjesë funksionale të sistemit dhe jo anomali. Edhe numri total i ingranazheve përputhet me logjikën e një makinerie të realizueshme. Mekanizmat e pasëm të ruajtur përfshin 35 ingranazhe, ndërsa rindërtimi i pjesës së përparme shton 34, duke çuar totalin në 69. Ky total përshtatet brenda kornizës prej bronzi dhe lejon një hartëzim të plotë të pozicioneve dhe numrave të dhëmbëve. Struktura e brendshme ruan thjeshtësinë sa herë që matematika e lejon. Dielli i vërtet realizohet me 3 ingranazhe. Çdo planet i jashtëm përdor një sistem epikiklik kompakt me 7 ingranazhe. Mërkuri dhe Venusi përdorin skema me 5 ingranazhe dhe ndjekës pin and slot për të krijuar ndalesat dhe shpejtimet e tyre karakteristike. Kur kërkohet një sinjal shtesë, por boshti qendror është i bllokuar nga ingranazhet të fiksuara, përdoren shufra kryqëzuese dhe element kalimi, si rasti i sinjalit të diellit në rrezën D. Kjo qasje e bën rindërtimin të verifikueshëm. Në vitin 2025, një ekip tjetër testoi sistemin me simulime kompjuterike, duke modeluar dhëmb ingranazhesh në formë trekëndore dhe duke futur gabime të vogla prodhimi për të parë sjelljen afatgjat. Rezultatet treguan se forma e dhëmbëve nuk ishte problemi kryesor, por edhe devijimet të vogla në distancimin mes ingranazheve mund të çonin në bllokim pas përdorimit të zgjatur. Kjo nuk e përjashton rindërtimin, por e zhvendos vëmendjen të tolerancat reale të prodhimit, saktësia e matjeve, lëvizshmëria e bronzit, fërkimi dhe konsumimi. Me rindërtimin që funksionon si koncept dhe që mund të testohet praktikisht, pyetja kalon te ajo që shfaqej në faqen e përparme, kur mekanizmi ishte në punë. Në qendër paraqitej një kupol e vogël që përfaqësonte tokën.
Një tregues shënonte pozicionin e hënës në zodiak, ndërsa një sferë e vogël, rreth 6 mm në diametër, e pikturuar gjysmë zezë dhe gjysmë bardhë, rrotulloi për të treguar fazat hënore, nga hëna e re te hëna e plotë. Përreth qendrës vendoseshin 6 unaza koncentrike të holla, secila për një trup lëvizës: Mërkurin, Venusin, Diellin, Marsin, Jupiterin dhe Saturnin. Jashtë tyre ndodhi rrethi i gjerë i zodiakut me 12 shenja dhe mëtej unaza kalendarike me ditët e vitit. Planetët shënoheshin me roaza të vogla të lidhura me unazat e tyre, ndërsa Dielli identifikoi me një roazë të artë dhe një tregues të veçantë. Data lexohej nga unazat e jashtme, ndërsa pozicionet qiellore nga unazat e brendshme. Mbi shkrimet e botuara në vitin 2016 e përshkruajnë këtë konfigurim si një sistem unazash me element të shumëfisht të dukshëm njëkohësisht. Sipas rindërtimit të vitit 2021, fytyra përparme shfaqte 9 elemente: hënën, fazat hënore, Mërkurin, Venusin, Diellin, Marsin, Jupiterin, Saturnin dhe datën. Faza e hënës përcaktoi duke krahasuar pozicionin e saj me pozicionin e Diellit në disk, si një tregues i ditëve që nga hëna e re e fundit. Kjo lidhje përmendet edhe në traditën e lashtë. Ciceroni përshkrua një pajisje prej bronzi, ku hëna mbeti pas Diellit në përputhje me numrin e ditëve që i ndante. Mekanizmi e përkthen këtë marrëdhënie në lëvizje të kontrolluar mekanike. Dielli lëvizte rregullisht rreth zodiakut dhe shënonte stinat përmes pikave kyçe. Dashi për pranverën, gaforja për solsticin e verës, bëjtësjapi për solsticin e dimrit dhe peshorja për ekuinoksin e vjeshtës. Planetët nuk paraqiteshin vetëm si pika lëvizëse, por si cikle të lexueshme, me shenja për bashkime, opozicione, zgjatime më të mëdha dhe stacione. Marsi shënonte opozicionet si momentet më të dukshme në qiellin e natës, ndërsa Venusi dhe Mërkuri theksonin zgjatimet si momentet e tyre më të ndritshme. Në disk paraqitej edhe një tregues për fazat të hënës, i njohur si dora e dragoit. Në traditën e lashtë, eklipset përshkruheshin si një dragua që gëlltit Diellin. Në këtë sistem, kur dora e dragoit përputhej me Diellin dhe hynte në dritare trekëndore të shënuara, sinjalizoi një sezon eklipsesh. Dora e dragoit kryente një cikël të plotë në rreth 18 vjet e gjysmë, duke u përputhur me ciklet afatgjata të integruara në mekanizëm. Fytyra e përparme funksiononte gjithashtu si kalendar i lidhur me ngjarje sezonale të qiellit. Shkronja treguese në shkallën zodiakale përputheshin me tekst në panele drejtkëndore, ku ishte parapegma, një listë e ngjarjeve si lindje dhe perëndime yjore gjatë vitit. Përdoruesi vendoste datën, rrotullonte dorezën dhe lexonte përditësimin e plotë, stinën nga Dielli, fazën dhe pozicionin nga hëna, fazat ciklike të planetëve nga unazat dhe sinjalet sezonale nga parapegma. Dallimi vizual ishte i domosdoshëm për lexueshmërinë. Ruaza e artë e Diellit, identifikimi i planetëve dhe sfera e fazës hënore ndihmonin të shmangej konfuzioni mes elementeve të shumtë që lëviznin njëkohësisht. Me kalimin e kohës, sistemi bëhej edhe më i qartë për përdoruesin. Saturni përparonte ngadalë, Jupiteri shfaqte kthesa të rregullta, Marsi prodhonte ndryshime më dramatike, ndërsa Mërkuri dhe Venusi qëndronin afër Diellit dhe theksonin momentet e zgjatimit. Në vend të një grupi treguesisht të pavarur, ekrani paraqiste cikle të ndërlidhura, të lexueshme, si një model i punueshëm i qiellit. Abonohuni në këtë kanal nëse ju pëlqejnë video të tilla, duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës. Faleminderit për shikimin.